Aktori i njohur kosovar, Vedat Bajrami, ka udhëtuar drejt vendit të shenjtë në Mekë, ku gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, ka vendosur të kryej umren. Këtë e ka bërë të ditur vetë aktori përmes një publikimi në rrjetet sociale, ku ka ndarë me ndjekësit e tij edhe disa momente nga vizita pranë Çabes. Në përshkrimin e postimit, Bajrami ka shprehur mirënjohje ndaj Zotit për mundësinë që t'i vizitoj vendet e shenjta, duke përcjell edhe një mesazh urimi dhe lutjeje për të gjithë besimtarët. Elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut, nga vendi i shenjtë i Mekës pranë Çabes. Lutem që Allahu t'ju mbush zemrat me paqe, shtëpinë me bereqet dhe jetën me shëndet e lumturi. Allahu i pranoft lutjet tona, ka shkruar ai në postimin e tij. Vizita në Mekë për kryerjen e umrës konsiderohet një moment i veçantë shpirtëror për besimtarët musliman. Ndërsa Vedat Bajrami duket se ka zgjedhur pikërisht muajin e shenjtë të Ramazanit për ta përjetuar këtë përvojë të rëndësishme fetare.